Loj! Hova! Të jesh sportist profesionist në Shqipëri nuk është as pak e thjeshtë. Mungesa e infrastrukturës është evidente, kushtet e terreneve sportive skandaloze, ndërsa mungojnë edhe baza minimale e pajisjeve. Por në rastet kur pasioni është më i madh se këto handikape, seanca të thjeshta servitore mund të kthehen në diçka të jashtëzakonshme. Ky është rasti i portierit të Korabit, Mani Livani. Përgatitjet e 21 vjeçarit janë sa të pazakonta aq edhe spektakolare. Në mungesë të pengesave të thjeshta, ai stërvitet duke kërcyer mbi makina, motor dhe biçikleta. Kjo është vetëm një prej seancave të publikuara nga Gardiani. Në stërvitjet e tjera, spikat kalimi i një bloku betoni për të pritur topin. Biçikletat përdoren si pengesa për ushtrimet, ndërsa për të rritur volumin e zhytjeve hera herës, këtyre mjeteve të improvisuara ushtohen edhe fëmijët. Gjithashtu në mungesë të një muri për të ushtruar goditjet standarde, Livani stërvitet me ndihmën e një rjete rrethuese. Gjithçka në mungesë të një investimi që shkon deri në 16.000 lekë të reja. E me gjithë vështirësitë, portieri i Korabit nga Peshkopia ka një ecuri mbreslënse në kategorinë e dytë. Vetëm një gol i pësuar në ndeshjet ku ka luajtur, nga 3 në total që ka ekipi. 720 minuta pa pësuar gol dhe 4 ndeshje larg rekordit historik të Alban Hoxhës me 1084 minuta. Sfida është hedhur. Bravo qoftë, të në port! Gjyë topin!